Për më tepër ndiqni episodin e radhës. A do ftoj Stelina mua të das masaj. Puç, kaq. Çau tash. Lorna, kam një pyetje. Ndjesh e rrezikuar sot për këtë nominimin? Jo, se do dali miri. Po, shkak ke miri që do dali? Ti e din? Kush këtu? Po, kush do dali sot miri? Lorna. Po Lorna thotë që do dalish ti. Po pse çfarë do thotë? Tash se çfarë thot Lorna, mba përgjithësi Lorna. Por kur e thot Lorna, dije se është e sigurt kjo pjesë. Edhe Lorna vet po ta pyesësh ti tani që je e sigurt që do dali miri? E di që do thot? Çfarë do thot? Miri nuk del. Ti e din? Kush këtu? Miri, Nuk po merrem fare me këto debate. Ja ka mbush mendjen Kristi. Ja ka mbushur. Kristi sa kaloi. Hater. Tani, nuk po merrem fare me këto debate të koti që bën ti në përshpi. Do mas pak të marrëdhënie me Selinën, të lutem. Ajo është një marrëdhënie që ku ka filluar ashtu si ka filluar, ka ecur kështu si ka ecur, dhe do shkoj ashtu si do shkoj. Të gjithë janë në ankth, si do shkoj marrëdhënia jo. O Stelina, ti ishe gazetare mirë, ti do t'i bëj pyetje mirë. Ku t'ja çon ato trëndafilat për jashtë? Priti sekondë Lorna, se me mirë ne kam intervistën e gjatë. A do më shpjegosh pak marrëdhënien tonë toksike me Lornën? Ato trëndafilat jashtë, pyet Kesin se ku shkon. Po Kesi, ku t'ja çon lulet? Ai prandaj ka zgjedhur dyqan lulesh. Që mos harxoj lekët. 2 dyqane lulesh. Po e ka thënë ai që lulet i merr falas. Por pavarësisht se ekzistojnë 2 dyqan lulesh, vetëm njëri në Mystimshyr është më i miri. Kush është? Ai Stelinës apo ai Inës? Ai Kristas. Kristat përshëndesim, Kristat përshëndesim. Po, mirë. Bëzo prapë ta e pyetja ku ishe. E ndjen s'ka ndjej shumë. E di se je shumë i ndjeshëm. O mirë, mund të bësh pak serioz, lutem? Jam shumë. Po tash më vërtet kemi konfidencë se kemi qenë në një shtëpi. Po, nuk mund ta, po zëre